Ardhman, Besa Shahini. Rinë Rama. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Faleminderit që më taku. Hajde. Kështë vendi për ty? Faleminderit. Rehatoju si në shpinë tone. Qishtë kemi Besa, mirje? Mirë. Pas ditet, a i ki, po mënoj, pas mujet të fushatës që besoj kanë qenë shumë të shturne dhe ti për ma shumë dinamike, po kryesisht, a i e person që pas ditet ki qef mi rezervu pak për veti edhe veç mrena me kohën tonë dhe me familje? Tash, për shkak se kom kohë, pa tjetër, edhe mas ditet zakonisht po i kaloj me vajzën, të cilën gjatë kohës fushatës nuk është që e kam pa shumë, po, tash që kom kohën pa tjetër që në shpi kom qef mas ditet mi kaloj. A i ke rimbursu që ato orë të gjumit të humbuna gjatë fushatës? Gjumin pa tjetër, edhe disa punë tjera që i kom neglizhu, jam të ju këthy ka dale. Qish pëndihesh sot, hala pa u bo, me thonë kështët një muj prej kësaj sfide të re, që që thashe dhe për shikusit që i ke dhonë vetës, ama edhe qytetarëve të Prishtinës, Besa, për zgjedhjen e tëne që e patën me 12 orë e vazhdojnë ta kenë, se hala s'kemi një verdikt kështu final qytetare. Qish pëndihesh ti sot pas krejt kësaj fushate dhe sfide të ndën? Atëre, na kemi pas një fushat të jashtëzakonshme, dhe jemi përpjek që për një periudhë shumë të shkurt kohore, me shpalos gjithçka që ne dojmë të shohim të realizohet në Prishtinë. Jemi përgadit sikur me marrë komunën me njerë mas zgjedhjeve. Do me thënë, jemi përpjek që gjithçka që kemi propozu me qenë e para prioritet për qytetarët, që zgjidhja me qenë e bëshme, edhe kemi mendu thellë se qysh funksionon në komunë, do me thënë, nëse do në me ndryshu një politikë, këto dyja, sidomos që kemi pas prioritet arsimin edhe banimin, cilat janë hapa që duhet me indjek. Pra, jemi përgadit për me marrë me qeveris, me komunën e Prishtinës dhe mi bo ndryshimet që janë të nevojshme për qytetin. Ka qenë fushat shumë intenzive dhe kemi fillu herët, kemi fillu në qërshorë në mënyrë që të njoftojmë njerës që unë jam ngarë, sepse kjo vinte mas një pauze të gjatë prej angazhimit publik. Prej gjitha takime që kemi pas, edhe gjatë procesit sa kemi qenë në garë edhe tash mas zgjedhjeve, njerëzve ju kalon shumë përshtypje fushata. Edhe e kanë pas si diçka pozitive që kemi sjell në diskursin publik, lidhje me atë se qysh ish dashme u zhvillu një qytet që është edhe krye qytet, pra edhe i bartë, si me thanë, zhvillimet kryesore të Kosovës, po është edhe një qytet ku njerëz që jetojnë këtu kanë vendosur të jetojnë këtu. Pra nuk është njerëz që janë këtu nuk është që po mendojnë me dalë jashtë, pra kanë vendosur të jetojnë këtu i kanë fëmijë në shkollë, i kanë prindë që ju kanë dalë në pension, edhe duan që të shohin një qytet ku jeta është pak më komode. Kjo e gjitha ka qenë shumë pozitive, por pëlqyeshmëria me u shëndru në anglisht të thonë electability, në zgjedhshmëri, të thonë besimin që duhet ta ndërtosh për me marrë votë mjaftueshme. Kjo mandej është një farë ure që duhet akoma të ndërtohet, me kohën që kemi pas dispozicion, me partinë e vogël me cilën jam fut ngarë, pa një strukturë shumë të madhe në territor, edhe me garën shumë të fort në Prishtinë, ku 3 parti të mëdha me strukturë, me histori më të gjatë të zgjedhjeve lokale. Do thënë ishte gati se pa mundur për me mri një rezultat më të madh, por çka kemi mri është me përçu mesazhin për ato se çka i duhet Prishtinës, edhe që na kemi seriozisht përpjekjen tonë për Prishtinën, kështu që angazhimi do të vazhdoj. A ka diçka që Besa mësoj për Besën gjatë këtij mujit fushatës, përpas që besoj se problematika të cilat ata që sidomos jetojnë në Prishtinë nuk është se si kanë ditë, po ti ke mësu tamam me temel edhe me thel. Po për veten, a ka diçka që të mësoj kjo përvojë e fushatës? Ta mësoj durimin ose ta mësoj që ku e di, ndoshta gjithçka mundet me ndodhë. Gjo për veten, po besoj që kjo ideja që të duhet shumë a shumë komunikim me njerëz për me e përçu një mesazh. Do të thënë ajo që më ka detyru fushata me bo është me e thjeshtu një propozim. Pra, është, kur kalone për një studim dhe bjen fije se që do me bo një ndryshim që do me bo në politika publike, ka aq shumë material që mblidhet dhe komplikohet aty gjithë gjëja,
po nëse donë me komuniku me njerëz që po shpreson me u marrë dhe votën, duhet më u thjeshtu ajo, për shkak se njerëz vinë nga fusha të ndryshme dhe nuk janë krejt të... Eksperta të një çështje, të një fushë. Dhe nuk janë eksperta të politika publike. Unë kom studiu qeverisje, nuk pres që të gjithë njerëz me cilë po flas, me pas të njëjtin fjalor kur flasim për çështjet e rëndësishme për ta dhe për qytetin. Kështu që kjo ishte një punë që u desh të bëhej, edhe merret shumë ma lehtë në fakt se sa që nështë pritet, është gjëja kryesore. Mesazhi duhet të jetë i thjeshtë dhe i kuptueshëm për të gjithë njerëzit për cilët po flet. Edhe sidomos nëse je tu përfaqësu dikën, sepse kjo gara politike është garë për përfaqësim të një grupi shoqëror dhe është e rëndësishme që mesazhi të jetë sa më i qartë, sa më i thjeshtë, edhe i kuptueshëm, edhe që bashkëbisedimi me mri një farë rezultati, një konkluz të asaj se çfarë duhet të prezantohet si politikë. Kandidatura jote, nëse e marrim në të përgjithshmen, si në diskutimin në shoqëri, nëse po flas unë nga perceptimi dhe ajo që kam dëgjuar në rrjetin tim shoqëror, është prit shumë pozitivisht, për vetë faktin për atë çka ti je dhe çka të karakterizon, mandej edhe për faktin e të qenurit grua, që këtu kisha pas qef me undal pak, me qenë se edhe ti edhe nga subjekti, për shembull nëse flasim PSD-ja, ka qenë natyra, kanë qenë edhe prej partive tjera disa gra, po a konsideron që jeni trajtu barabart, edhe nga njëherë kjo pyetja qysh po ndihesh që je grua kandidate, a e ka thellë në vete një farë lloj paragjykimi si vetë pyetje? Ma kanë bo këtë pyetje regullisht pra prej fillimit të garës, edhe unë në asnjë mënyrë nuk nisha që ka aty një farë paragjykimi të mshefun, si me thonë në pyetje, sepse vëmendje mediatike kishim, qasje tek njerëz kishim, pra nuk është që ndisha që gjinia po dominon edhe po e merr anën. Mirë po, tash masi që unë kanë kalu 2 javë gjysmë prej zgjedhjeve dhe kam pas kohë me reflektu, fakti që të pyet dikush qysh është më kanë gru, është kjo pyetja qysh është, si me thamë, mësë me pas gjasa, se momenti që bëhet për identitet, e jo për plan, momenti që flitet për kush jeti edhe jo për atë çfarë po prezanton, e çon një farë porosie që sidomos në kontekstin ku në garë komunale, pra kemi veç një gru që ka fitu një herë, edhe atë me një mbështetje shumë të madhe, një partije të fortë që ka pas një mbështetje shumë të madhe edhe financiare. Në Maqedoni kemi gjithashtu veç një gru që ka fitu një herë në zgjedhje lokale. Kur të pyesin qysh është më kanë gru, i bjen qysh është me ditë që nështë gjasat i ki shumë ndaj që s'ki mu zgjedh. Kjo çështja e sa ki gjasa, s'ki gjasa, më ka përcjellë prej fillimit. Në mbaj men prej intervistës të parë, e qështash kum pas shumë qasje në media, dhe kjo ka qenë shumë pozitive, se të duhet vëmendja mediatike, sidomos kur prezanton një fushat t'il. Po fakti që të pyesim pyetja parë është ashtu, ti je tu garu me një parti të vogël që nështë s'ka gjasa, e pyetja e dytë është që është më ka ngru që i vjen prapë s'ki gjasa, e na kjo edhe ligjërohet në shkenca politike, do me thënë, votuesi ka nevojë me pas një marrëdhënie me të votuarin, edhe mundi që në proces zgjedhor ka efekt, do me thënë, vota, procesi i votimit, edhe nëse mendon që s'ki gjasa, edhe nëse i pëlqen, nuk të voton, domosdoshmërisht. Këtë sidomos mas zgjedhjeve kam pa shumë, do të taku njerëz rrugë, njerëz që dishin në detaje çka kemi prezantu për pemë që dojmë mbjell, çu dojmë themelu qerdhet, çka mendojmë për banimin, por tha jo, unë nuk të më votu, tha se ku mendu që nuk i gjasa dhe zgjodha dikon që nuk më pëlqeu, po mendojsha që është e keqja ma e vogël. Kjo puna e gjasave, da ka bo shumë dam javën e fundit, me thanë gjithë potencialin që patë me marrë një mbështetje, kur ndodhi debati, sidomos debati i fundit, mes vetëm 3 kandidatëve, aty u qu një mesazh shumë i qartë votuesve që dëgjoj mos hupni kohë me këta tjerët, s'ka lidhje çka kanë prezantuar, se ja ku e ke u koncentru vota realisht. Edhe kjo ndodhi javën e fundit, ndodhi pak edhe në debatin e parë që ndodhi të hënën në Klan Kosova, ku debati ishte 2 orë, në orën e parë nësë nuk mu dha fjalla fort, edhe ndodhi vetë, si me tha, një farë debati mes uranit dhe përparimit, e në debatin e dytë nuk uftova fare. Kjo është edhe shkelje të
rregullave dhe ligjeve që cilën edhe Komisioni për Media e tha si. Absolutisht. Po, kjo ideja që s'ki gjasa, do më koncentrimi i votës dika tjetër të bandëm. Sepse gjithë potencialin që e ndërtu me një fushat e cila me të vërtet i trajton të temat që ishin të rëndësishme për qytetarët e Prishtinës. Kjo, në fund të ditës, pat më pak rëndësi se sa ideja a ke gjasa, a s'ke gjasa të fitosh. Se kur po flasë për këtë pëlqyeshmërinë që përkthehet në besueshmëria është edhe kjo, do më thënë sa beson një votus që ti ki me pas mundësi me i zbatu politikat që po i prezenton. Kështu që kjo puna e gjasave mu më boni dam në këtë garë. Në këtë garë. E kam po edhe shkrimin sigurisht pas rrjedhjeve ku i falënderohesh gjithë tyne që edhe ekipit edhe gjithë votuesve që kanë votu edhe që nuk është rezultati që e keni prit, sigurisht, keni shpresu për ma tepër. A ndodh që pas, me siguri, ju jeni mbledh më pas edhe keni diskutu, për pas kjo që mundet me qenë një prej atyre që diskutum, që ka të ka bo dëm, cilat mund me qenë është edhe një dy tjera arsye që besa edhe ekipi i kanë vlerësu si minusa në garë. Për një rezultat më të mirë, gjithmonë. Po, dëgjo, kjo puna e gjasave shumë e rëndësishme, sepse e përcakton paga shumë se qështë shef votusi, dhe kjo duhet me undryshu tash me kohë. Pra, për mu ishte gara e parë, unë shpresoj, unë s'kum pas pritje që kemi, unë s'kum pas pritje në fakt, pikë. Dhe me thonë, jo, asë që kemi marrë ma shumë asë më pak, se kur je ngarë për herë të parë, nuk e kupton se sa vota i ke, na sondazhe nuk është që keshim. Mershim vesh ka pak prej sondazheve që i bëshim partitë e tjera, se qyteti është i vogël në funditës. Po gjatë fushatës derë më derë, cilën e kam bo vetë, zakonisht partitë e mdhaja bojnë me vullnetar, unë e kam bo vetë për dy arsye. Para se doja që të kuptoja pak disponimin qytetar, lidhje me mu, lidhje me partin, po e dyta do isha dhe me testu pak temat që i shtymë për para, edhe na doli që edhe arsimi dhe banimi janë shumë të rëndësishme, po në kuadrë të temës të kostës e jetesës, ma shumë se sa në vetë vete. Edhe gjatë gjithë këtyre takimeve, do me thënë ti e shet që çështja e gjasave vazhdimisht bëhet temë të cilën votuesi e ka parasysh. Mungesa një strukture të madhe, gjithashtu të penalizon natyrisht, por si garë për herë të parë, që vendosëm një bazë, me thonë, për të ardhmen, edhe qumë një mesazh që na garën për Prishtinën e kemi për një me dhe kemi për afat të gjatë. Ta kjo ka qenë gara jam e parë për Prishtinën, nuk besoj që do t'jetë e fundit, a? Jo, absolutisht, vetëm se e kam thënë disa herë dhe gjatë fushatës që sa ma shumë mbështetje që kisha marrë në këto zgjedhje, kishte qenë shumë ma lehtë për pas 4 viteve me marrë një rezultat hala më të mirë. Qytash thjesht i bjen që 4 vitet e ardhshme janë punë shumë ma shumë se sa që kishin me qenë, po të kishin marrë një rezultat pakës më të mirë. Cila ka qenë telefonata më e shpesht për pas gjithmonë po e përjashtoj ekipin që me siguri keni qenë gjatë gjithë kohës bashkë për përgatitjen, edhe pse jo ekipi madhë, si që po e thua edhe ti, po kush ka qenë personi që vazhdimisht je konsultu edhe ndoshta në atë pikun e lodhjes më të madhë dhe ke dashtë me marrë në telefon edhe disi je motivu? Gjona, kemi folë shumë me ekipin për shkak se kemi pas punë të vazhdueshme dhe që shta ekipin nuk ka qenë shumë i madhë, që kemi qenë njerëz të cilët kemi qenë edhe ngarë për veti, po dhe kemi koordinu punë të tjera. Aty, brenda shtabit kanë qenë telefonatat kryesore. Atyre është me Dardanin ku folë shpesh, me prind ku folë shpesh. Po me prind për shkak se ata janë në një moshë më të shtyme dhe unë zakonisht edhe kujdesem për ta kur ka nevojë diçka shtesë. Në këtë periudhë më shumë thjesht me pa si janë, sepse nuk kam rri fort edhe me ju qëndru afër. Po këto,
telefonatat kryesore dhe punën kryesore kam pas me ekip, edhe kemi kalu shumë kohë jashtë. Kemi kalu shumë kohë në teren duke bisedu me njerëz për çështjet që atyre ju interesojnë lidhje me Prishtinën. Kështu që një pjesë shumë të madhe të këtyre 4 muajve kam qenë në bashkëbisedim me qytetarë. Me qytetarët, ajo kryesorja. Kur I përmende prind, a ka pas ndonjë këshill ose ndonjë fjalë që ty të ka ndiku edhe të ka ndihmu për me I fut garë, se me siguri e ke diskutuar dhe paraprakisht para se me bu publike kandidaturën me familjen edhe ose ndoshta ju prind me dikë tjetër të afërt që, si me thonë, ja beson me I nda të parën lajmet. Me këdo që kom bisedu, para se me u fut në garën për Prishtinën, pasi që kom tret me vetën një herë, a është ky momenti për me nis këtë projekt, të gjithë kanë thonë 2 gjana. E para që është shumë e nevojshme me sjell një frymë të re në garën për Prishtinën, minimalisht me ndryshu debatin, maksimalisht me fitu edhe mjaftu shumë vota që me bujtën me qeverisë. Edhe dyta që përvojën që ki pas Shqipëri, është një përvojë shumë e mirë edhe në qeverisje, në përgjithësi, po në fushën e arsimit në veçanti, e cila përvojë nëse përkthehet në punë në Prishtinë, definitivisht jep një rezultat I cili është I domosdoshëm për qytetarët. Arsimi, prapë, të më thënë, nëse kthehemi te pjesa të politikat kryesore, edhe që kemi prezentuar në fushat, po edhe politikat me cilat janë marrë këto vitet e fundit. Arsimi është fusha kryesore, thelbësore, që jep shans Kosovës për me u zhvillu, edhe jep shans trive tonë me kap hapjen me bashkëmoshatarët e tyre. Edhe kjo fillon qysh në arsimin në familjen e hershme, pra në qerdhet e kopshtet, edhe përmirësimin e cilësisë arsimit, pastaj në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme. Komunat në Kosovë kanë shumë përgjegjësi sa I përket arsimit, për shkak se është proces I decentralizum që është në kohën kur është vendosë si kanë me funksionu komunat në relacion me nivelin qendror, edhe një pjesë shumë e madhe përgjegjësisë sa I përket cilësisë arsimit ju bjen komunave. Do të thënë prej përgjedhjes së mësimdhënësve, përgjedhjes së drejtorëve, edhe definitivisht krijimi I hapësirave të nevojshme që nxënësit me marrë mësim me orar normal, jo me orar të përgjysmuar që shmohat këtu, në mënyrë që të bëhen jo vetëm kurikula, po dhe aktivitete tjera shtesë. Çështja e arsimit është shumë e rëndësishme, edhe njerëz me cilë kam biseduar kanë pas si aset që muj me prezantu diçka të vlefshme për një kryeqytet, I cili nuk është vetëm vendi ku jetojmë na, po është edhe qyteti që I prind zhvillimeve në Kosovë. Për me dalë pak të fushata, po ma shkas prej fotografisë që e ke postu ti vetë në Facebook, prej kujt ka marrë besa më tepër? Ose çka ka marrë prej nanës, çka prej papës? Po shpresoj që prej nanës e ku marrë një farë kështu qetësie dhe butësie dhe durimin, se ajo I ka të gjitha këto karakteristika. Prej babës, definitivisht e ku marrë, kjo është ma kryefort, vetëm unë e di me qenë. Janë të dytë shumë punëtor, dhe kanë pas shumë të rëndësishme që të gjithë fëmijët na jemi 3, me ju kushtu shkollës, edhe punës, edhe mu përkushtu në çfarëdo pune që e merr me qu deri në fund. Kështu që janë vlera me cilat e kam përshtypjen që kanë ndiku në mënyrën se si na funksionojmë tash si tritun, po edhe qysh funksionojmë sot si nantash me vajzën, që janë disa vlera që e kam përshtypjen që po I shtyj edhe te ajo. Si është ajo me shtra fjalla? Mirë? Ajo është e ka ndje mungesën tënde pak këtë kohë, me shmëta që sigurisht angazhimi e donë edhe këtë orarin pak të kufizum, dështë as ke pas aq sa donë, se kam përshtypjen krejtonat kur s'mujnë me kalu kohë aq sa dojnë me fëmijët e tyne. Jo, definitivisht nuk kom kalu kohë as sa duhet, as sa duhet në këtë periudhë, po Dardani ka kalu ma shumë kohë, më kanë qenë prindi ne në këtë rast, kanë kaluar shumë kohë edhe në fshat të prind të Dardanit, që ishte shumë mirë për te, sepse edhe e kam përshtypjen që është rrit pak në këtë periudhë. Jo, është e pamundun me balancu një fushat zgjedhore me kujdesin në familje, do të thënë me punë të kujdesit, që prapë erdhëm të kjo puna e gjinis. Për shembull, një kandidat burr nuk e pyet kërkosh a po mundesh mi balancu për shembull punën e kujdesin ndaj fëmijëve me punën, sepse veç
merret si e mirë qenë që është dikush tjetër që merret me këtë punë. Më kanë pyet gjatë gjithë verës si po ndihesh, a ke mujt me balancu kohën. Jo, nuk ka balans, do të thonë nuk është e mundur me balancu, thjesht i lën disa gjana anash për një periudhë. Po për mua nuk ka qenë milion anash sepse vajza ka lu kohë me babin e vet, do të thonë me Dardanin, dhe ka qenë shumë mirë për të edhe për marrëdhënien e tyne. Por në përgjithësi, do të thonë, është një farë bare që ju bjen grave për ta balancu, për ta bërë si farë jetët për sosën ku balancon kujdesin ndaj vetës, edhe punën, edhe kujdesin ndaj familjes. Kjo është, unë mendoj, është një mision i pamundur. Dhe ishim dashur pak thjesht më relaksu dhe mos më synu diçka që thjesht nuk është e mundur. Nuk është e mundur, nuk arrihet kurrë 100%. A do t'jesh aktive në rolin e opozitës, pavarësisht sa i madh ka qenë vota e shtetarëve, sa i madh ka qenë besimi i tyre këtë herë, që ka qenë për herë të parë në garë, që ka me qenë aktivitetet tutje në raport me Prishtinën? Definitivisht, na një punë që kemi nisë fushatës, që është edhe një peticion për banim më të lirë, atë do e vazhdojmë, sepse kemi edhe 5 muaj kohë për t'i mbledhur në shkrimet e nevojshme. Çështja banimit është e rëndësishme në Prishtinë, sepse nevoja për banim është shumë e madhe. Banesa ka plot, por ato nuk janë në treg, edhe çmimi paralelisht është rritë shumë si për qira si për blerje, kështu që do të vazhdojmë të merremi me këtë temë. Ndërsa sa i përket mirë qeverisjes në qytet, absolutisht unë do të merrem, do të jem një opozitë e zëshme për gjithë punë që nuk shkojnë mirë, edhe do e shtyj shumë fort agjendën e arsimit. Na s'kemi asnjë mundësi tjetër përveç me themelu qerdhet kopshtet e nevojshme për fëmijët me marrë një arsim ma cilësor dhe një kujdes ma të mirë, nanat më u kthy në punë me mendjen e qetë që i kanë fëmijët të përkujdesun, edhe shkolla ma të mira që me mujtë nxënës tanë, me mri hapin me bashkëmoshatarët e tyne, që për momentin janë dykun 4-5 vite mrapa. Këtë agjendë do e shtyj në çfarë do forme të mundshme. Kam taku shumë mësues, shumë drejtor shkollash në këtë periudhë, kam taku organizata shoqërisë civile që merren me çështjet e arsimit. Të gjithë këta do të jenë aleat, dhe do e bëjmë maksimumin për me shty agjendën e arsimit në komunën e Prishtinës, kushdo që fiton në fund të ditës. Të ndalim edhe këtu pak se jam nga fundi, të dielën i kemi balotazhin edhe për Prishtinën ashtu si dhe për krejt qytetet tjera që kanë shku në balotazh. Ti besoj ke me dalë me votu me 9 tetor, ha? Apo pse ke vendosur akoma? Ne, duhet me dalë me votu, ta shohim. Ta shohim që po prezentojnë se fushata për balotazh fillon javën tjetër, ta shohim që po prezentojnë. A kishte me qenë e hapun për ndonjë bashkëpunim me cilin do që fiton? Mbaj mend që zoti Rama pati thonë që është shumë i gatshëm me bashkëpunu me ty edhe nëse i fiton ai zgjedhjet, sidomos në aspektin e drejtorisë së arsimit. Ai kishte pa vetën në një bashkëpunim me Ramën këtë? Në fund qeverisje? Po pra. Jo, do me thënë, punë që unë e mendoj që duhet kryhen, nuk mund të kryhen nga një pozicioni, një drejtorie. S'ka kuptim kjo gjë. Unë do i shtyj përpara agjendën time në çfarë do forme që është e mundun, kur je në opozit, duke qenë e zëshme, duke i shtyj përpara me gjithë aleatët, po them që kemi ndërtu rrugës. Të shohim kush po fiton edhe mandej ta bëjmë edhe planin e strategjinë e veprimit për mandej. Cili kish me qenë mesazhi i besës për qytetarët e Prishtinës? Se sigurisht, sidomos në këtë fushatë derë më derë, përpas që i ke pa për safërmi hallet e tyne edhe shqetësimet e tyne sa serioze janë deri në çmas i afektojnë përditshmërinë e tyne, krijohet edhe një lloj afërsie që besoj indikon edhe nga ana njerëzore. Kur takohesh me dikë, besa mund krijohet edhe një miqësi tutje. Çka është pas krejt asaj që ke pa, sidomos tek çështja shumë e rëndësishme e banimit edhe kalkulimi yt i 650 eurosh që shumë prej nesh e kemi gjetë veten ta edhe ndoshta për një me qaq edhe na kanë betë në kulet ose në konto. Cili është mesazhi i besës? Kosto jetesës është problemi kryesor në Prishtinë sot, dhe le të përpiqen, le të prezantojnë çfarëdo problematike tjetër si trafiku ose diçka tjetër, që kanë bërë edhe kundër kandidatët gjatë kohës sa ishim në fushat.
problemi, ato janë të gjitha probleme, veç problemi numër 1 është që njerëz po ndihen tërësisht pasigurt financiarisht, sepse çmimet janë rritë shumë, të hyrat nuk janë rritë në të njëjtin me të njëjtin proporcion, edhe komuna duhet gjithsesi të adresoj këtë problem. Edhe ky problem adresohet duke ofruar shërbime të cilat të mundsojnë me jetu ma komod me të hyrat që i ke, shërbimi i qerë dhe kopshtit për shembull. Për arsim po shpenzojshin shumë familjet shqiptare, dhe është familjet e Prishtinës, më fal, dhe për banim shpenzojnë shumë. Kështu që mesazhi im është që kur të votojnë me 9 nëntor, le të mendojnë kush është kandidati që po adreson këtë problematik, sepse është shumë e rëndësishme për secilin që të ndihet ma komod me të hyrat që i ka, që të jetojnë në një qytet i cili me të vërtetë është bërë jashtëzakonisht shumë i shtrajtë, edhe ka nevojë për politikat mirëfillta si në fushën e arsimit ashtu edhe në fushën e banimit. Disa faleminderit shumë se